Vasiljanoska Datkov. I dëzuar president Reda, të dashur përfaqësues të medias, pas vitit fundit të summitit në Shkup, unë jam e kënaqur që përsëri jam pjesë e këtij procesi dhe urime për organizimin dhe gjithashtu mirënjohje për gjithçka ata që kanë bërë për arritjen e prioriteteve të përbashkëta. Ne të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që rruga drejt të ardhmes europiane ecën nëpërmjet bashkëpunimit rajonal, kështu që mirënjohje për solidaritetin e treguar mbas ne nuk do të harrojmë kur këtë solidaritet, një humanitet i tillë dhe një kujdes i tillë nga kjo do të thotë që solidariteti rajonal nuk është thjesht vlerë, por një praktikë e vërtetë. Sot u nënxita, u pash që solidariteti nuk duhet të mbetet një gjest i izoluar, por duhet që të bëhet një element thelbësor në ngritjen e sigurie të sigurt si themel për ndryshimet, jo vetëm për të reaguar karshi krizave, por bashkëpunimi, siç e thash, duhet që të drejtohen përkundrejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe ajo që është më e rëndësishme drejt vlerat dhe të ardhmes europiane, por dua të them gjithashtu se ka pengesat që kanë ndaluar ose kanë penguar integrimin europian të rajonit. Them se ka tragjedi dhe gjithashtu përsëritje nga e shkuara që ne në fakt thuhet që jemi periferia, por unë thash gjithashtu që ka nevojë për të ndryshuar bilateralizimin në integrim, sepse që nga të afërmit afërt ne kemi mirëkuptimin më të madh. Një veprime të tilla, të cilat nuk do të ndalojnë rastin ton, jo vetëm që nuk do të pengojnë procesin, po do të forcojnë perceptimin e Ballkanit që nuk është akoma për Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë që ne jemi përgjegjës si udhëheqës për të ndryshuar këtë narrativ dhe këtë tendencë, sepse ata ndikojnë fuqimisht pamjen e rajonit, që ne në fakt, sidomos vendi tim, ne po hasemi me eksode dhe me depopullim. Dhe të rinjt po largohen nga vendet tona dhe kjo në fakt është një tendencë e konsiderueshme. Kjo ndodh jo vetëm në ekonomi, por gjithashtu edhe ne duhet që ti mbajmë ata në vendet tona. Mesazhi është që ne nuk duhet të bëhemi një periferi gjeoekonomike, ne na duhet bashkëpunim në kuptimin e infrastrukturës, energjisë, digitalizim, sepse nëpërmjet bashkëpunimit ne do të ndërtojmë një rajon më konkurrues. Unë shpesh them që ne nuk duhet të presim që të respektohemi nëse nuk respektojmë njëri tjetrin. Pra ne mbështesim integrimin e përbashkët dhe integrimin e tregut tonë në Bashkimin Evropian, dhe kjo duhet të lidhet me reformat, dhe kjo në fakt na ka dhënë mundësi ose na jep mundësinë për planin e rritjes. Unë them shpesh që sa më të bashkuar të jemi, aq më të rezistent do të jemi karshi sfidave. Unë besoj në unitetin rajonal dhe bëj thirrje për një zë të fuqishëm rajonal që do të jap formë të ardhmes tonë në Europë, dhe një fjalë në lidhje me këtë zë, dhe kjo nuk duhet të jetë pjesë gjeografike, por gjithashtu edhe një pjesë historike dhe nëse ne bëhemi pjesë politike, po në fakt ky nuk është thjesht reintegrim, unë e quaj riunifikim, sepse nuk do të përfundoj pa ne Bashkimi Evropian. Faleminderit. Zotin Rumen Radev.